Kryeministri Edi Rama prezantoi nismën Rilindja 2.0 me energji të re, ide të reja dhe një ambicie edhe më të madhe për Shqipërinë 2030, duke paralajmëruar një fazë të reinvestimesh në zhvillimin urban dhe transformimin e qyteteve në vend. Në qendër të këtij programi, sipas kreut të qeverisë, do të jetë një fond prej 1.5 miliardë eurosh për projekte të reja zhvillimi. Gjatë fjalës së tij, Rama tha se vendi po hyn në një etapë të re pas përfundimit të një faze të rëndësishme transformimi urban, duke theksuar se Rilindja urbane 2.0 synon të ngrejë standarde të reja për komunitetet dhe hapësirat publike. Sipas tij, ndryshimet e deritanishme në infrastrukturë, rrugë, ndriçime dhe mjedise publike kur përmendje dhe shkollat kanë sjellë edhe pritshmëri më të larta për qytetarët. Sipas Ramës, Shqipëria nuk është më një shoqëri e varfër në kuptimin e dikurshëm, edhe pse varfëria mbetet ende e pranishme për një pjesë të popullsisë. Rilindja urbane ishte dalja nga një fazë e gjatë rrënimi dhe degradimi që ishte kudo. Dhe nëse e përmendi kryetarja e Bashkisë çështjen e shesheve kryesore. Nëse sheshi kryesor është fytyra e një qyteti, sheshet kryesore të qyteteve tona ishin fytyra e degradimit dhe dorëzimit përpara fatit të çdo qyteti. Edhe të sheshit Skënderbej i asopor. Dhe dalja nga degradimi, rikthimi i qytetit si vendi ku njerëzit kanë një jetë të mundshme sociale dhe gjithë çfarë pastaj e përmbledh mozaikun e rilindjes urbane me sheshet, rrugët, ndriçimin, shkollat, shoqëritë e varfra, ne kemi qenë një shoqëri e varfër, ne nuk jemi më një shoqëri e varfër. Nuk thash që ne nuk kemi varfëri, por nuk jemi më një shoqëri e varfër. Dhe shoqëritë e varfra janë shumë më tolerante ndaj mungesave. Sepse në shoqëritë e varfra dominon mendësia që ka dhe më keq. Ndërkohë që shoqëritë e zhvilluara apo shoqëritë që hynë në një fazë zhvillimi kur gjërat që deri dje dukeshin që nuk ishin pjesë mundshme e jetës bëhen realitet,